Në kullën e Turanit, e cila u dëmtua pas rreshjeve të dendurat një muaj më parë, do të nisë së shpejti ndërhyrja restauruese dhe konsoliduese. Lajmi është bërë i ditur nga Ministri i Kulturës Blendi Konxhe përmes një postimi në rrjetet sociale. Kulla e Turanit ndodhet në skajin lindor të fshatit Turan. Ajo është shpallur monument kulture me vendim numër 1886, datë 10/6/1973, nga institucioni i shpalljes, Ministria e Arsimit dhe Kulturës. Kulla e Turanit përfaqëson një nga fortifikimet osmane më të rëndësishme të ruajtura në Shqipëri. Gjatë periudhës së pushtimit osman ka shërbyer si kull sinjalizuese. Objekti ka planimetri katrore për masa të vogla dhe nga një ambient në çdo kat. Karakteristikat arkitektonike si volumi i mbyllur, strehët e gurta të pazhvilluara, lakonizimi i elementeve arkitektonik, dëshmojnë qartë se kulla është ndërtuar me funksion mbrojtës dhe ushtarak. Burime zyrtare nga Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore në Korçë thonë se duke marrë parasysh gjendjen e degraduar dhe nevojën emergjente për ndërhyrje, është hartuar një preventiv emergjent për ndërhyrje konsoliduese, si dhe faza totale që përfshin të gjitha punimet restauruese të nevojshme, duke qenë se ndërhyrja kërkon skelari dhe masa sigurie për shkak të lartësisë së monumentit dhe natyrës së punimeve. Ndërhyrja nuk mund të realizohet me mjete dhe personel të Drejtorisë së Korçës. Për këtë arsye është parashikuar ndërhyrje emergjente me fonde të Ministrisë së Kulturës, e cila pritet të nisë së shpejti.